Dhe ju keni filluar faktikisht ndërtimin këtu të pikës që do të jetë pika fundore e trajtimit, por siç thot populli Oreksi vjen duke ngrënë dhe do doni të rriteni dhe të shtriheni më shumë. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur edhe mbështetje të posaçme për ato SBB-t që i quajnë Shoqëritë e Bashkuara Bujqësore, se nuk ka pjell mendja për të mos thënë kooperativ, po në fakt kjo është kooperativ kapitaliste. Dhe ndërkohë ministrja e tha, sepse nën udhëheqjen e saj, po formsojmë një program të ri kombëtar që e kemi quajtur dyfisho ndërmarrjen tënde, i cili do të mundsoj financim për të tërë ata që do duan të rriten me një plan të qartë dhe me një projekt bindës. Ky sukses patjetër lidhet dhe po kthehem përsëri se dua që të ushqej ato portalet mirë me faktin që bashkia është bërë promotore e këtij konsorciumi duke krijuar kushte dhe duke bërë edhe palë. Kjo është gjëja që duam të fuqizojmë dhe kjo është arsyeja pse, ose një nga arsyet pse Ervini ka ardhur në Tiranë të bëj ministrin e pushtetit vendor për të nxitur bashkitë sipërmarrëse dhe për të nxitur ecjen e bashkive në rrugën e sipërmarrjes. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër. Nafta ka qenë një sfidë në vete për bujqësinë në sensin që e kemi provuar ta kthejmë nga disa anë. Dhe në fund kemi dalë në një rezultat shumë të thjeshtë. E përshkruat ju, e përshkruaj edhe ministri me fjalët e sjella nga një shembull konkret. Rezultati i thjeshtë është ky. Para ne kemi më shumë se ç'kishim dje për të shpenzuar për bujqësinë, por nuk kemi aq shumë sa ti shpenzojmë pa adresë. Kështu që çdo para që do të shpenzojmë do duhet të kthehet në vlerë të shtuar për ata që realisht prodhojnë apo përpunojnë në formën e rimbursimit, siç e the, të TVSH-s me 10%. Shumë e thjeshtë.